Përshëndetje nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Reforma e pronave dhe transformimi digital i administratës janë vendosur në fokus të konferencës rajonale për integrimin në Bashkimin Evropian, ndërkohë që kryeministri i vendit Edi Rama ka paralajmëruar ristrukturimin e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në vendin tonë. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian do të zhvillojnë sot në Bruksel konferencën e 8 ndërqeveritare për procesin e negociatave të antarësimit, një takim që pritet të shënojë një hap të rëndësishëm në avancimin e mëtejshëm të reformave dhe Kryeministri Edi Rama mori pjesë në konferencën rajonale për transformimin digjital, sigurinë juridike të pronës dhe integrimin evropian. Në fjalën e tij, kreu i qeverisë nënvizoi rëndësinë e përmbushjes së piketave mbyllëse, përfshir kapitullin 23 ku bën pjesë edhe e drejta e pronës. Ai u shpreh se teknologjia e re ka sjellë lehtësime të mëdha dhe ka ndihmuar në modernizimin e proceseve shtetërore. Kemi hapur normalisht të gjithë kapitujt e negociatave dhe tani me piketat e ndërmjetme të përsaktuara i futemi fazës së mbylljes së kapitujve negociatave. Dhe përcaktimi i piketave përmbyllëse është element shumë thelbësor, sidomos për sa i përket grup kapitujve të themeloreve, që përfshin gjithashtu kapitullin 23, që ka të bëjë me gjyqësorin dhe të drejtat themelore dhe e drejta e pronës, është patjetër pjesë e këtij kapitulli. Teknologjia e re na ka sjellë, le të themi, bekim të vërtetë, sepse na ka lejuar të bëjmë hope që ndryshe nuk do të ishin të mundura. Na ka lejuar ta shohim të ardhmen me një frym tërësisht tjetër. Sa i përket çështjes shumë të ndërlikuar dhe komplekse të pronave në Shqipëri, nuk besoj se ka vend tjetër në këtë zonë të botës apo në këtë rajon tonin ku të drejtat e pronës kanë qenë kaq në ndrysni. Gjatë 35 viteve të fundit na është dashur të trajtojmë një material kaq kompleks, saqë është realisht një nga vështirësitë më të thella dhe më të ndërlikuara me të cilat jemi përballur. Mëtej, Rama theksoi se shumë shpejt do të reformohet edhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës me më shumë detyra. Do të shpëtojmë çka mundemi pas kaq vitesh. Kemi edhe reformën e agjencisë, do të sjellim më shumë detyra në një ombrellë, në një çatie, le të themi, sepse të pasurit e agjencive të veçanta dhe të ndara nuk e kanë ndihmuar procesin, sepse kur agjencitë shkojnë në drejtime të përkatëse ka krijuar më tepër konfuzion. Formësojmë administratën e pasurive të paluajtshme nga A-ja te Z-ja me bashkimin e njësër agjencive në një. Ndërkaq, drejtoresha e përgjithshme ASHK, Lorena Goxhobelli, tha se transformimi digjital i kadastrës nuk është thjesht një proces teknologjik, por një reformë që prek drejt për drejt jetën e qytetarëve, sigurinë juridike dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Banka e Shqipërisë dhe Banka e Austrisë do të fillojnë bashkëpunimin në fushën financiare. Të dy institucionet kanë vlerësuar ngjashmërinë e sistemeve bankare dhe rëndësinë e parafrimit të Shqipërisë me standardet e Bashkimit Evropian. Banka e Shqipërisë do të ketë një bashkëpunim të ngushtë me Bankën e Austrisë në drejtim të ndarjes së eksperiencave dhe ekspertizës, por edhe në adresimin e rreziqeve të përbashkëta që mund të jenë sulmet kibernetike apo inteligjencë artificiale. Me nisjen e transaksioneve në SEPA në tetor të vitit të kaluar dhe vënien në funksion të sistemit të pagesave të shpejta Instant Payment deri në fund të këtij viti, Shqipëria do i ketë arritur objektivat e saj kryesor për sa i përket sistemeve të pagesave, u shpreh guvernatori i Bankës së Shqipërisë Ken Seko. Banka Kombëtare e Austrisë ka qenë gjithmonë një bankë qendrore që ka mbështetur, bashkëpunuar dhe ndihmuar jo vetëm Bankën e Shqipërisë, por edhe sektorin financiar dhe atë bankar në Shqipëri. Kemi shumë ndërlidhje dhe shumë korrelacion me ekonominë austriake dhe investimet e huaja direkte kanë qenë këtu një lojtar kyç në rritjen tonë ekonomike. Ne mezi presim të bashkëpunojmë me Bankën e Austrisë. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se përveç rreziqeve tradicionale, që është rreziku i kreditimit,
ai i likuiditetit, i tregut, të cilat i kemi nën vëmendjen tonë si mbikëqyrës dhe rregullator, rreziqet bashkëkohore ose ato të kohës me të cilat po përballemi lidhen me digitalizimin, modernizimin e pagesave dhe në një farmase me sulmet kibernetike. Guvernatori i Bankës Kombëtare të Austrisë gjithashtu pohoi se sistemi bankar austriak është shumë i ngjashëm me atë shqiptar, sidomos për sa i përket ekspozimit të sektorit bankar në kredin për prona. Ekziston një traditë dhe bashkëpunimi i gjatë midis rajonit, midis Shqipërisë dhe Austrisë. Mendoj se sistemet bankare në Austri dhe Shqipëri janë në të vërtetë mjaft të ngjashme, sektor bankar i fortë me ekspozim të ngjashëm krediti të kompanive dhe sigurisht në tregjet e pasurive të paluajtshme. Janë vendosur masa për të zvogëluar ekspozimin. Kur flasim për rrezikun financiar, mendoj se është e rëndësishme të shtojmë dhe ju e përmendët shkurtimisht guvernator se një gjë janë rreziqet tradicionale financiare me të cilat po përballemi të gjithë dhe me të cilat ne mendoj si institucione mbikëqyrëse dim të merremi dhe bankat gjithashtu din të merren. Gjë tjetër janë rreziqet që rrjedhin nga sulmet kibernetike, nga inteligjenca artificiale, nga mundësitë digjitale që nuk kanë qenë të pranishme 5 ose 10 vjet më parë. Në kuadër të antarësimit të Bashkimit Evropian, Banka e Shqipërisë po parafron ligjin e bankave, ato të pagesave të vetë Bankës Qendrore dhe ligje të tjera me ato të Bashkimit Evropian. Guvernatori austriak u shpreh se të njëjtin proces ka ndjekur edhe Austria para antarësimit, ndërsa pas antarësimit përfitimet ishin shumë të mëdha në terma të rritjes së fitimit dhe zgjerimit të kompanive. Ka nisur zyrtarisht procedura për ngritjen e Bankës Shqiptare të Zhvillimit, institucioni i parë financiar zhvillimor me kapital 100% shtetëror në vendin tonë. Operatori blerjeve të përqendruara ka hapur procedurën e prokurimit me një fond limit prej 315.8 milion lekësh për përzgjedhjen e kompanisë konsulente. Një zyrtarisht procedura për ngritjen e Bankës Shqiptare të Zhvillimit, institucioni i parë financiar zhvillimor me kapital 100% shtetëror në vend. Operatori i blerjeve të përqendruara ka hapur procedurën e prokurimit me fond limit 315.8 milion lekë për përzgjedhjen e kompanisë konsulente, që do të asistojë në hartimin e kuadrit strategjik, operacional dhe institucional të bankës së re. Procedura synon të tërheqë kompani me eksperiencë ndërkombëtare në ngritjen dhe funksionalizimin e institucioneve financiare zhvillimore, me qëllim që Banka Shqiptare e Zhvillimit të bëhet sa më shpejt funksionale dhe operative. Projekti konsiderohet një nga nismat më të rëndësishme të viteve të fundit në drejtim të krijimit të instrumenteve shtetërore për mbështetjen e ekonomisë dhe sipërmarrjes. Banka Shqiptare e Zhvillimit pritet të ketë rol kyç në financimin e ekonomisë, veçanërisht për bizneset e vogla dhe të mesme përmes mekanizmave financues me kushte lehtësuese. Një tjetër element i rëndësishëm i projektit është zgjerimi i aksesit në shërbime financiare përmes rrjetit të postës shqiptare në të gjithë territorin e vendit, duke synuar përfshirje më të madhe financiare, sidomos në zonat ku shërbimet bankare janë më të kufizuara. Megjithase si shoqëri aksionare, Banka Shqiptare e Zhvillimit nuk kishte detyrim ligjor për të zhvilluar procedurat e prokurimit përmes organit qendror blerës. Ajo ka zgjedhur vullnetarisht t'ia besojë këtë proces operatorit të blerjeve të përqendruara. Ky vendim shihet si një tregues i besimit ndaj standardeve të transparencës, profesionalizmit dhe procedurave të ndjekura nga operatori i blerjeve të përqendruara. Me nisjen e kësaj procedure, projekti hyn tashmë në një fazë konkrete zbatimi, ndërsa autoritetet synojnë që institucioni i ri financiar të shërbejë si një instrument i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik, mbështetjen e investimeve dhe forcimin e sipërmarrjes shqiptare. Zhdoganimi dhe konsumi karburanteve kanë pësuar një rënje për herë të parë në muajin prill të këtij viti dhe kjo lidhet me çmimet e larta në tregjet ndërkombëtare, por edhe në tregjet tona, ndërsa kafeja, cigaria dhe bira janë regjistruar merritje të importeve. Qytetarët shqiptarë duket se po kufizojnë lëvizjet me automjete për shkak të çmimit të lartë të naftës për gjatë kësaj periudhe. Të dhënat zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave tregojnë se për herë të parë pas kaq shumë kohësh, sasia e karburanteve të importuara dhe zhdoganuara në muajin prill rezulton në rënje në raport me prill 2025. Konkretisht gjatë muajit që lan pas u zhdoganuan 52.000 ton karburante nga 60.700 ton që u importuan në prill 2025, duke pësuar një rënje prej 8.700 ton. Gjithashtu shifra është më e ulët edhe se prill 2024. Por edhe nëse do bëjmë një krahasim si 4 mujor vjetërese për janar-prill 2026 janë importuar 207.700 ton karburante, apo 11.700 ton më pak se e njëjta periudhë një viti më parë.
Për shkak të konfliktit në linjën e mesme muaj mars dhe në vijim solli një rritje të ndjeshme të çmimit të naftës dhe benzinës në vend, duke arritur në nivele rreth 224 lekë për litër, ndërkohë që çmimet vijojnë të jenë të ndryshueshme nga dita në ditë dhe nivelet tavan të shitjes me shumicë dhe pakic po përcaktohen nga bordi i transparencës i aktivizuar për këtë qëllim. Sa i takon mallrave të tjerë të akcizës, vjet e re rritja e importeve gjatë muajit prill për cigaret, kafen dhe birën. Konkretisht janë importuar 264 ton cigare me rritje prej 31 ton në raport me prill 2025, 962 ton kafe, që gjithashtu rezulton me rritje prej 149 ton krahasuar me muajin prill të vitit të kaluar. Importi i birës po ashtu është rritur, ku zhdoganuan 4630 ton nga 3825 ton në prill të 2025-s, ndërsa si 4 mujor, rritje paraqet vetëm importi i cigareve, ndërsa kafeja dhe bira rezultojnë me rënje. Pritshmërit janë që për shkak të nisjes së sezonit turistik veror, konsumi të shtohet në vijim për këto mallra, duke qenë se aktivitetet e shërbimeve do të jenë në funksion të plot të pushuesve vendas dhe turistëve të huaj. Qeveria shqiptare ka miratuar tashmë skemën e re për vetëprodhuesit e energjisë nga burimet të rinovueshme, duke e kaluar nga modeli matjes neto tek ai faturimit neto. Sipas skemës së re, energjia e tepërt nuk do të kompensohet më në kilovator, por në vlerë monetare përmes sistemit të faturimit neto. Qeveria ka miratuar skemën e re për vetëprodhuesit e energjisë nga burimet e rinovueshme, duke kaluar nga modeli matjes neto tek ai i faturimit neto, një mekanizëm që synon të integrojë më tej prodhuesit familjar dhe bizneset në tregun e energjisë elektrike. Vendimi publikuar në fletoren zyrtare përcakton rregullat dhe procedurat për lidhje në rrjet të impianteve vetëprodhuese, si dhe mënyrën e kompensimit për energjinë e tepërt të injektuar në rrjet. Sipas skemës së re, energjia e tepërt nuk do të kompensohet më në kilovator, por në vlerë monetare përmes një sistemi faturimi neto. Kjo do të thotë se energjia injektuar në rrjet do të blihet nga furnizuesi i energjisë, ndërsa diferenca pozitive mes energjisë së dorëzuar dhe asaj të konsumuar do të kalojë si kredi monetare në faturën e muajit pasardhës. Vendimi u jep të drejtën të gjithë konsumatorëve familjar dhe jo familjar të lidhur në rrjet që të bëhen vetëprodhues të energjisë nga burime të rinovueshme me një kapacitet maksimal të instaluar deri në 500 kW-pik. Në dokument parashikohet gjithashtu që vetëprodhuesit të kenë të drejtë të prodhojnë energji për përdorim vetjak, ta ruajnë atë dhe të shesin tepricat në treg përmes marrëveshjeve me furnizuesit e energjisë. Në rastin e pallatave apo ndërtesave me shumë apartamente, skema lejon dhe vetëprodhimin kolektiv dhe ndarjen e energjisë mes banorëve. Një tjetër element i rëndësishëm është mënyra e përcaktimit të çmimit të energjisë së injektuar në rrjet. Për konsumatorët e furnizuar nga furnizuesi i shërbimit universal, çmimi do llogaritet mbi bazën e çmimit mesatar të energjisë në bursën Alpex gjatë vitit paraardhës, duke marrë në konsiderat dhe kostot e rrjetit dhe balancimit. Megjithatë, vendimi përcakton se ky çmim nuk mund të jetë më i ulët se 80% e tarifës së energjisë për klientët familjar. Ndërkaq, operatori i sistemit të shpërndarjes do ketë detyrim të krijojë brenda një viti një regjistër elektronik për monitorimin e koreale të prodhimit dhe konsumit të energjisë nga vetëprodhuesit, ndërsa aplikimet për lidhje në rrjet pritet të kalojnë në një portal online brenda 6 muajve. Bizneset shqiptare po investojnë gjithmonë më shumë në modernizimin e proceseve të punës dhe digitalizimin e shërbimeve sesa në krijimin e produkteve të reja. Sektori i teknologjisë dhe komunikimit mbetet më aktiv në inovacionin ndjekur nga financa dhe industria përpunuese. Kompanitë e teknologjisë dhe komunikacionit mbeten më aktive në inovacion në Shqipëri, duke kryesuar me diferencën ndaj sektorëve të tjerë të ekonomisë. Të dhënat e publikuara nga Instat tregojnë se 67.9% e ndërmarrjeve në sektorin e informacionit dhe komunikacionit raportuan aktivitete inovative, niveli më i lartë mes të gjitha aktiviteteve ekonomike. Krahasuar me vrojtimin e mëparshëm, sektori ka ruajtur ritmin e lartë të investimeve në teknologji, procese të reja dhe shërbime digjitale. Pas sektorit të teknologjisë rënditen aktivitetet financiare dhe të sigurimit, ku 55.1% e kompanive rezultuan aktive në inovacion. Ndërkohë, industria përpunuese regjistroi nivel inovacioni prej 43.3%, ndërsa sektori i energjisë elektrike, gazit dhe furnizimit me ajër të kondicionuar arriti në 45%. Rritja është parë edhe në transport dhe magazinim, si dhe në aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike, çka tregon se bizneset po orientohen gjithmonë më shumë drejt modernizimit të proceseve të punës dhe automatizimit të shërbimeve. Raporti nxjerr në pas se ndërmarrjet shqiptare po investojnë më shumë në përmirësimin e proceseve të biznesit sesa në krijimin e produkteve të reja. Në total, 37.3% e kompanive deklaruan inovacion në procese biznesi, ndërsa 28.4% raportuan inovacion produkti.
Në sektorin e shërbimeve, inovacioni në procese arriti në 40.1%, niveli më i lartë me sektorëve ekonomik, duke reflektuar zgjerimin e digitalizimit, përdorimit të teknologjive të reja dhe transformimit të mënyrës së ofrimit të shërbimeve. Në mesin e periudhës së vërejtuar 2022-2024, Instat vlerëson se aktiviteti inovativ në ekonomikë avijuar të zgjerohet, i nxitur kryesisht nga kompanitë e mëdha dhe sektorët me intensitet më të lartë teknologjik. Shqipëria po furnizohet gjithmonë më shumë nga vendet që dominojnë tregtinë globale të ushqimit, me Italinë, Greqinë dhe Serbinë si partnerët kryesorë tregtar, ndërkohë që përgjatë vitit 2025 importet ushqimore dhe bujqësore kanë arritur në rreth 145 miliard lekë, sipas dhënave më të fundit të publikuara nga Instat. Ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Brazili dhe Kina konsiderohen sot superfuqitë që ushqejnë botën, Shqipëria mbetet kryesisht te partnerët evropian për furnizimin me produkte ushqimore dhe bujqësore. Të dhënat e Instat tregojnë se një pjesë e madhe e ushqimeve që hyjnë në tregun shqiptar vijnë nga vende që renditen mes eksportuesve më të mëdhenj global të produkteve bujqësore dhe ushqimore. Italia kryeson listën e partnerëve të Shqipërisë për importet ushqimore me mbi 34.9 miliard lekë produkte të importuara gjatë vitit 2025. Pastaj renditen Greqia me rreth 18.3 miliard lekë importe ushqimore, ndërsa Serbia mban vendin e tretë me mbi 11.8 miliard lekë. Në listën e partnerëve kryesorë të Shqipërisë figurojnë edhe Gjermania, Polonia, Turqia, Holanda, Franca dhe Spanja, vende që kanë një rol të rëndësishëm në tregtinë globale të ushqimeve. Nga superfuqitë globale të eksporteve ushqimore, Shqipëria importon produkte edhe nga Brazili, Kina, SBA-ja, India, Kanadaja, Argentina dhe Australia, megjithse në volume më të ulta krahasuar me partnerët evropian. Theksojmë ndër të tjera se Brazili renditet ndër 10 partnerët kryesorë tregtar të Shqipërisë për produktet ushqimore. Sipas renditjes globale të publikuar nga Visual Capitalist dhe bazuar në të dhënat e Organizatës Botërore të Tregtisë, SBA-ja është eksportuesi më i madh i ushqimit në botë me mbi 181 miliard dollar eksporte bujqësore, e ndjekur nga Brazili dhe Kina. Të dhënat tregojnë se tregu shqiptar i ushqimeve është i lidhur ngushtë me zinxhirin ndërkombëtar të furnizimit. Kjo do thotë se çdo luhatje në ushqime globale, kostot e transportit, energjisë apo tensioneve gjeopolitike në vendet eksportuese reflektohet drejt për drejt edhe te çmimet që paguajnë konsumatorët shqiptar. Varësia nga importet mbetet veçanërisht e lartë për produktet e përpunuara ushqimore, drithërat, pijet, produktet e mishit dhe një pjesë të produkteve bulmetore, ku vendet evropiane dominojnë furnizimin e tregut shqiptar. Në total, importet ushqimore dhe bujqësore të Shqipërisë për vitin që lan pas rezultuan në rreth 149.1 miliard lekë, sipas të dhënave të Instat. Procesi integrimit në Bashkimin Evropian pritet që të rrisë më shumë standardet edhe në sektorin e peshkimit. Një ligj i ri për peshkimin me ndryshimet përkatëse është hedhur këto ditë për konsultim publik. Drafti parashikon instalimin e detyruar të sistemeve të monitorimit dhe forcon masat dhe kontrollet për subjektet e këtij sektori. Sektori i peshkimit në Shqipëri do të fuqizohet më tej në linjë me kërkesat dhe standardet për tregun e Bashkimit Evropian. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka iniciuar disa ndryshime në ligjin për peshkimin, të cilat janë publikuar për konsultim publik. Projekt ligji synon forcimin e sistemit kombëtar të kontrollit të peshkimit, përmirësimin e gjurmëshmërisë së produkteve të peshkimit, digitalizimin e procesit të raportimit dhe monitorimit, si dhe krijimin e bazës ligjore për përdorimin e sistemeve moderne të monitorimit elektronik në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Nëpërmjet ndryshimeve të propozuara, synohet gjithashtu forcimi i kapaciteteve institucionale të monitorimit të flotës së peshkimit dhe rritja e eficiencës së mekanizmave për luftën kundër peshkimit të palishëm, të paraportuar dhe të parregulluar. Ndryshimet ligjore parashikojnë krijimin për herë të parë të bazës ligjore për regjistrimin dhe monitorimin e aktiviteteve të peshkimit të ushtruara pa mjete lundruese, duke synuar formalizimin e këtij segmenti të aktivitetit të peshkimit dhe krijimin e mekanizmave për regjistrimin dhe transmetimin elektronik të dhënave mbi zënjet. Rrisia është detyrimi për mbajtjen e librit elektronik të peshkimit nga kapitenët e anijeve peshkuese, si dhe përcaktimi i niveleve të tolerancës për sasitë e regjistruara të zënjeve. Ky ndryshim synon përmirësimin e gjurmëshmërisë dhe saktësisë së raportimit të aktiviteteve të peshkimit. Me ndryshimet e reja ligjore do të jetë i detyrueshëm instalimi i pajisjeve të monitorimit në bord të anijeve të peshkimit, transmetimi automatik i të dhënave mbi pozicionimin e anijeve, përdorimi i sistemeve AI-s për përjashtimet për kategori të caktuara të flotës së vogël të peshkimit. Drafti parashikon afate për instalimin e sistemit të monitorimit të anijeve të peshkimit, ku përcaktohet se duhet të instalohen brenda 31 dhjetorit 2027 në anijet me gjatësi të përgjithshme të barabartë dhe më të madhe se 9 metra, deri në gjatësinë rreth 12 metra dhe brenda 1 janarit 2030
për anijet me gjatësi të përgjithshme nën 9 metra. Sistemi i monitorimit elektronik në distancë instalohet në bordin e anijeve të peshkimit me gjatësi të barabartë dhe më të madhe se 18 metra brenda 1 janarit 2030, ndërsa parashikohen gjoba për mos instalim apo dëmtimin e tyre nga 200 deri në 500.000 lekë. Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni diçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Këtu kemi përfunduar, unë i falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.